Kryetari i Kuvendit Afrim Gashi beson se ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat në muajin janar do të propozohet nga qeveria në Kuvend. Ai tha se ligji ka marrë drejtë jeshile nga Komisioni i Venedikut, ndërsa shtoi se kjo është çështje ditësh. Nuk kam informacion sakt, por pas paralajmërimeve se kemi dritë jeshile nga Komisioni i Venecias është çështje ditësh, besoj që brenda janarit gjithsesi do të jetë i propozuar nga qeveria, megjithatë është çështje e qeverisë kur ajo e propozon në Kuvend. Gashi foli edhe për zgjedhjen e avokatit të popullit. Ai u bëri thirrje grupeve parlamentare që të gjendet e vullnet politik dhe në Kuvend të zgjidhet avokati i popullit. Kreu Kuvendit e tha se personalisht do të angazhohet për të gjetur një zgjidhje për këtë çështje, sepse është një institucion i rëndësishëm dhe se është e papranueshme që aq gjatë kohë të mos e ketë udhëheqës. Što se odnesува do procedurata i do sobranijeto... Sa i përket procedurës, ne kemi bërë gjithçka që ajo të ecë normalisht, por po përballemi me vullnetin politik të partive politike, ju e dini që duhet të votohet me shumicë dhe me një badenter të madh, 20 deputet nga komunitetet, po e shfrytëzoj këtë mundësi përmes jush mediave të bëj thirrje deri të gjithë partitë politike që tash bllokojnë këtë proces, të ulen aktorët politik të gjejnë zgjidhje, mbi të gjitha le të jemi të ndërgjegjshëm ndaj një institucioni shumë të rëndësishëm siç është avokati i popullit. Gashi pre që kjo të ndodhë sa më shpejt të jetë e mundur dhe ai tha se më njëherë do të caktoj seancë, duke sqaruar se pika është në rend të ditës edhe do ta votojnë që të mund të funksionojë edhe në lidhje me zgjedhjet e përsëritura që janë në 11 janar.